Zotëri Enver, ky emisioni është i atill që ndjekin edhe të rit. Unë jam i vetëdijshëm se ty të njohin qytetarët e Pollogut, shqiptarët e Pollogut të njohin, por mbi gjitha më duhet për të rit, më duhet një prezantim i shkurtër, personal dhe familjar që ta dinë edhe ato të rinj që nuk kanë pa para 5 viteve si kryetar komune. Unë jam Enver Pajazeti, i lindur në vitin 1962, jam në moshën 63 vjeçare, i martuar, baba e 3 fëmijëve, kam të kryer shkollën e mesme në Gjimnazin të Tetëdovës, fakultetin e veterinarisë në Sarajevo, pas viteve 91 fillova me biznes privat deri në vitin 2009, kështu që tërë periudhën timen e kam kaluar me bashkëqytetarët e mi, më njohën edhe si i ri, edhe si aktivist, edhe si afarist, edhe si bartës i funksionit publik në komunë.